Një ditë pasi u kap me 2 detonatorë të cilët ishin bërë gati për shpërthim, 35 vjeçari Denis Shmilli është mbrojtur me pasionin e tij për peshkimin, për të justifikuar lëndën eksplozive që ju sekuestrua dhe e çoi në pranga mëngjesin e së mërkurës. Burimet e besueshme policore bëjnë të ditur se Shmilli nga Poliçani me banim në Tiranë, i njohur si ndjekës i rregullt i riteve të fesë muslimane, në deklarimet e tij nuk ka pranuar për asnjë moment të ketë lidhje me ndonjë veprimtari të paligjshme. Detonatorët më nevojiteshin për të kapur peshk pasi unë jam i apasionuar pas peshkimit. Nuk kishin asnjë qëllim tjetër, mësoi të ketë deklaruar ai përpara agjentëve që e kanë marrë në pyetje. Të tjera burime thanë se gjatë kontrollit të banesës Shmillit janë gjetur edhe detonatorë të tjerë, të fshehur në kasat e njërës nga dyert e shtëpisë. 35 vjeçari identifikuar dhe i mbajtur në vëzhgim prej më shumë se një viti nga shërbimi informativ shtetëror, u arrestuar rreth orës 1:30 të mëngjesit të së mërkurës në zonën e Nëntkaçeve nga agjentë të policisë së kryeqytetit.